Articat vemat bucrën car, me fugire kësaj zemre do të këndon. Articat vemat bucrën car, me fugire. Kombi ynë ndahet nga jeta, ikona e teatrit dhe kinematografisë shqiptare, aktoreja Margarita Xhepa. Margarita Xhepa është konsideruar si një nga zonjat të mëdha të teatrit dhe filmit shqiptar, që ka skalitur memorien e publikut shqiptar me role brillante që prej fillimit të saj në vitet 60 e deri më tani. Margarita Xhepa u nda më 3 prill nga jeta në moshën 93 vjeçare. Një ditë më parë, aktoreja festoi ditëlindje. Ministri e Ekonomisë, Kulturës e Inovacionit, pas komunikimeve me familjen, njoftoi se omazhet do mbahen më 4 prill nga ora 10 deri në orën 13. Do të mbahen në hollin e Teatrit Kombëtar të Operës së Baletit. Por kush ishte Margarita Xhepa? Një nga zonjat të mëdha të teatrit dhe filmit shqiptar, që ka skalitur memorien e publikut shqiptar me role nga më brillante. Regjizori Spartak Pecani thekson se Margarita Xhepa ishte një figurë unike në botën e teatrit dhe kinemas, duke e cilësuar si një artiste veçantë, një njeri me shpirt të madh. Ai theksoi se Margarita ishte e dashur nga publiku dhe gjithmonë u jepte emocione të forta në rolet e saj. Pavarësisht problemeve shëndetësore së fundi, ajo vazhdonte të performonte me pasion e përkushtim, duke lënë pas veprat e saj të paharrueshme. Regjizori u shpreh se Margarita Xhepa ishte një artiste që nuk kishte nevojë për shumë punë, sepse e bënte rolin me gjithë zemër. Nuk vjen një e dytë si Margarita. Njerëzit e donin Margarita Xhepën. Gjithë jeta e saj ishte film dhe emocion, që e përcolli me talent dhe dëmshuri. Njerëzit e prisnin me shumë dashuri. Margarita nuk u apriste njerëzve, shkonte në skenë, edhe pse ishte e sëmurë, kishte shpirt shumë të madh. Margarita e bënte rolin me gjithë zemër, nuk kishte nevojë të punonte shumë me të. Ajo i la veprat e saj. Dhe regjizorja Adriata Dervishi ka ndarë kujtimet e saj për aktrimin dhe ndikimin e jashtëzakonshëm të Margarita Xhepës në jetën kulturore shqiptare pas ndarjes nga jeta. Dervishi e cilësoi Margarita Xhepën si një monument të teatrit dhe kinemas shqiptare, duke theksuar se ajo ishte një figurë e paharrueshme dhe admiruar nga publiku. Ajo shtoi se Margarita Xhepa, me rolet e saj, arriti të hyjë në çdo familje shqiptare dhe të lërë një ndikim të thellë duke mos përdorur kurrë bukurinë e saj për të ndërtuar karaktere, por duke fokusuar në thelbin e çdo roli që luante. Margarita Xhepa ishte një monument. Ajo hyri si margaritari i ekranit teatrit, e cila kurrë nuk përdori bukurinë e saj që ja kishte dhënë Zoti për karaktere. Ajo ditë ndërtoi të shkojë në çdo familje shqiptare. Që nga viti 1950 ajo aktivizua si artiste proviste në teatrin popullor, sot Teatri Kombëtar, dhe njëkohësisht studioi në Liceun Artistik Dega e Dramës. Ka krijuar mbi 150 role në teatr, midis së cilëve mund të përmendim Majlindën tek filmi Majlinda, Dafina tek Lumi i Vdekur, dramatizim nga Këvele e romanit me të njëjtin titull të Jakov Xhoxhës, Filjen tek Cuca e Maleve, Zonjën Meme tek Kush e solli Doruntinën, Nënën tek Përballë vdekjes. Ka qenë njësoj e suksesshme në rolet e dramaturgjisë botërore, si Ofelia tek Hamleti, Vajza e dytë tek Mbreti i Lirë, Dado tek Romeo e Julieta, Mbretëresha Margaret te Ricardi III i Shakespeare-it. Shkrimtari Enver Kushi ka shkruar për të. Kur Margarita Xhepa ishte akoma e re, kur regjizori sovjetik Borcko i besoi të interpretonte Ofelin, një nga tragjeditë më të famshme të William Shakespeare-it, ai shkruante për Hamletin shqipërues siç e quante. Hamletin shqipëruesi Fanoli. Ai quan Ofelin vajzën më shpirtërore dhe angjëllore. Ajo ishte në kulmin e rinisë dhe në kulmin e prillit bukurisë së saj, jo vetëm kaq. Perëndia e Margaritës së talentuar përveç bukurisë kishte dhënë atë që shkruan Noli, zërin dhe shprehjen. Ofelia e aktorës së madhe edhe në skenën e teatrit shqiptar sa angjëllore, aq dhe shpirtërore. E kam të vështirë të analizoj Ofelin Margarit apo dyshën e shkëlqyer në infrashi Margarita Xhepe.
duhet t'ju sjell një fakt që ajo ka rrëfyer. Ishim në kulmin e punës për vënien në skenë të Hamletit. Ofelia ishte bërë pjesë e qenies sime. Ajo më ndiqte kudo, jo vetëm gjatë provave, por dhe në rrugë, shtëpi, edhe kur vija kokën jashtë. Kur gjumi nuk më zinte, edhe sa po dërmisja pak, më vinte në ëndër e bukur, delikate, e prisht, si vesa e mëngjesit. E ndjeja si gjatë provave, veçanërisht në skenat kur ajo është e çmendur, diçka nuk shkonte. Nuk isha para asnjëherë të në mosh ndonjë vajzë ose grua të çmendur. Ishte paradite. Mora në telefon profesor Ylvi Bebiun, me cilin kishim njohje familjare. Profesor Ylvi Bebiu ishte një nga psikiatrët e njohur të kohës. I thash profesorit se dohet të vije në spitalin psikiatrik për të parë nga afër ndonjë vajzë të re të sëmurë. Ai më tha se mund të vija menjëherë. Nuk do të harroj kur momentin kur pash në korridor të spitalit vajzën e çmendur. Ajo ishte 17 vjeç, e bukur, shumë e bukur. Bënte ca lëvizje të çuditshme, si në jerm apo në hapësirë boshe. Pastaj qëndronte duke vështuar majtas dhe djathtas ose lart. Dhe këndonte me një zë të ëmbël sikur të ishte në skenë. E gjora vajzë. Befa ngriti duart të lartë, lëvizi prap dhe pas disa sekonda ja dha të qarit me dënesë. Ngulita në kokë gjithë këto skena, i bëra pjesë të Ofelisë sime. Regjizori sovjetik nuk e përmbajti entuziazmin. Ai mua afrua më përqafoi duke thënë rusisht fjalët: pëllumbesha ime, çfarë ndryshimi nga ditët e mëparshme. Isha Ofelia e çmendur. Lëvizja në skenë si e çmendur, ai që kisha parë në spitalin psikiatrik, gjendja emocionale së cilës ndryshonte nga kënga e qeshur në të qarë, të këpuste shpirtin. Në rolet tjera nga dramaturgjia botërore, spikasin Klea tek Delpra dhe Rusht, Lena tek Xhaxha Vanja, Lady Milford tek Luiza Miller, zonja Berling tek Vizita e inspektorit, zonjën Lamen tek Vdekja e një komisioneri, Ana Andrievna tek Kërvizori, Marcela tek Qeni Kopshtarit, Mashenka tek Mashenka Agenovit, Shela tek morali zonjës Dulka, apo Dado tek Elektra e Sofokliut, në ndrejtimin e regjizorit grek Dimitri Mavriqis në Teatrin Kombëtar të Greqisë në Athinë. Veç roleve në teatr, ka realizuar edhe 32 role në kinematografi, duke punuar me shumicën e regjisorëve shqiptar. Me Krista Idamën xhiron vitet e para dhe gjurmët, me I Muajan dhe K Mitron dimrin e fundit, Toke për gjakur, Një djalë dhe një vajzë dhe Apasionata me Viktor Qikën, General Gramafoni me Emis Lion, Rrethi i kujtesës në vitet e pritjet me Emis Lion, me Kujtim Qashkun Dora e ngrohtë, me Dimiter Agnostin Gurët e shtëpisë sime, me Piero Milkanin Pranvera Serdi vetëm, me Sajmir Kumbarën Koncert në vitin 36, me Giovannian e Djela e fundit dhe I dashur armik. Në vitin 97 interpretoi në filmin grek Mirupafshim, me regjisor Gjej Koras dhe Kej Vupuras. Filmi u larua me çmimin më të madh në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Mesdhetar në Selanik, ndërsa Margarita Xhepa me çmimin e Nderit. Në maj të vitit 2004, u kthye në skenën e Teatrit Kombëtar, por shkëlqyer edhe një herë me dramën Strea e të harruarve, një tjetër sukses në karrierën e saj 50 vjeçare. Margarita Xhepa ishte një artiste papërsëritshme, që shndriti në dhjetra dhe qindra role në skenën e teatrit e filmit. Ishte një talent I rrallë, me forcën interpretimit të jashtëzakonshëm. Ajo mbeti gjithnjë një nga artistet më të dashur dhe të çmuar të Shqipërisë, shkoi në ngushëllimin e tij Sali Berisha, ndërsa kryeministri Rama, përmes një postimi në Facebook, ka shkruar: Lam të mirë, yll. Partikat vema të bukur në kar, me fuqin e kësaj zemre do të këndoj.